Shote Galica, një prej heroinave më të mëdha të kombit shqiptar dhe gruaja Zem Galicës, prijesi të lëvizjes kaçake të Kosovës, përfundoi jetën në kushte shumë të rënda dhe në arrest totale, duke u përballuar me sëmundje, varfëri dhe braktisje. Në 98 vjetorin e ndarjes së saj nga jeta, sjellim një letër prekse dërguar Ahmet Zogut, ku Shote Galica shkruante: "Unë jam Shote Galica, gruaja Zem Galicës, prijesi të lëvizjes kaçake të Kosovës. Kam edhe 4 fëmijë tim me vete. Jam fëmijët e luftëtarëve të vranë për çlirim të Kosovës. Jam e shtrënguar t'ju vnoj në dieni se jam duke vdekur unë, bashkë me fëmijët e tem." Megjithatë ndihma nuk i erdhi kur heroinës shqiptare. Ajo gradualisht po shuhej. Ndërsa studiuesi Bedri Tahiri theksonte për gjurmë shqiptare, se për shkak të kushteve të vështira dhe të ftoftit të zgjatur, thuhet se mjekët u detyruan t'ia prisnin gishtat e dorës së djathtë. Në kushtet më të vështira ekonomike, Shote Galica madje u detyrua të shes edhe kalin e saj, një dhuratë e çmuar nga burri i saj Azemi, i cili shërbente si simbol dhe ndihmë për të siguruar jetesën e fëmijëve jetem. Pas plagëve të marra gjatë betejave, Shote Galica u tërhoq në Shqipëri, fillimisht në fshatin Shullaz dhe më pas në fshatin Dervend të Fushkrujës, ku jetoi në një shtëpi përdhese dhe në kushte shumë të vështira. Në vitin 1927, në moshën 31 vjeçare, ajo ndërroi jetë në varfëri dhe në arrest të plot në Fushkruj, ku edhe sot prehet. Kjo histori e dhimbshme rikthen në vëmendje sakrificat e jashtëzakonshme të Shote Galicës, e cila luftoi heroikisht për lirinë e Kosovës, por u braktis në nevojë nga ata që duhet ta mbështesnin.